Thot Allah xhaleshonu në surën Al-Baqara ajetin 153 ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim dhe namaz. Në vërtet Allah është me të durueshmit. Pra, një urdhën që po na vjen këtu pe Allah xhaleshonu, e që na do të më hop vesh se çka po thot o ju që keni besuar, se neve po na thret, nëse ne e konsiderojmë veten besimtarë, sigurisht jemi prej tyne, po thot kërkoni ndihmë me durim edhe me namaz. Kur t'ju ndodh diçka dhe po çka më bë, mundoni me ndihmu veti me durim, tu përpjek me bo sabër, edhe me namaz. Pse? Se me të vërtet Allahu është me durimtarët. Pra Allahu po na mëson që na duhet me kon prej të durueshmeve, po na mëson edhe metodën se çysh me kon prej të durueshme. Mundov, jep e mundin tan, kapacitetin tan me duru, po më ndihmu veti edhe me namaz. Që siç kanë thonë edhe për pejgamberin alayhis salam, që kur i ka ardhur në punë diçka e vështirë, pejgamberi alayhis salam ka shpejtu për në namaz. Ja ka nis me fol ai namaz vullnetar për mjashtu Allah xhaleshonu durimin. Diçka që shpeshherë disa njerëz bashkë kur kanë sprova, kanë të lashe, thot s'po di kryt ku e kam edhe më fal tash. S'po di kam ja mojt pi provimeve dhe po falna për shembull. Kam një krizë financiare dhe tash më fal, s'po di ka kam kryt, po bashkë kur se din ka ki kryt, ki nevojë me cit ato ku qetësohet kryt. Ki nevojë me cit kryt sesde edhe me lyp ndihmë Zotit xhaleshonu, me marr energji prej Allah xhaleshonu, me u forcu me te kalu sprovën. E jo bashkë kur domethën sikur njëri nashta kanë herë kur thot jam lodh çfarë s'po muna me hongër, po valla edhe po të kuptojnë se je lodh çfarë, mirë po mos me hongër lodhesh edhe më fort. Do të me hongër për me kthy energjin. Ani pse s'po takon as po ki qef. Bashkë kur njëri domethën raste caktuar, po ki të lashe sprova, jo me lën namazin, po më forcu edhe më shumë për namazin.